Përshëndetje, sot do të vazhdojmë me disa elemente të paraqitjes në PowerPoint. Do të shpjegojmë marrjen e informacionit nga faqe të ndryshme në internet. Flasim për krijimin e slajdeve me tituj dhe nën tituj. Do të shpjegojmë mënyrën e organizimit të dhënave në slajde dhe pasi të përfundohet realizimi i projektit në PowerPoint, do të shpjegojmë mënyrën e prezantimit përpara një grupi individësh. Vazhdojmë me trajtimin e temës në PowerPoint. Do të shtojmë një slajd të ri nga menuja Home. Për të shtuar një slajd tek New Slide, zgjedhim një slajd blank. Për të shtuar një titull në këtë slajd, duhet të shtojmë word artet. Word artet shtohen nga menuja Insert. Word art janë tekste të cilat janë dekorative, kanë efekte drithije, reflektim, pasqyrim, janë tekste të cilat kanë efektin tridimensional. Për të përdorur një nga efektet e tekstit tek word art, mjafton të klikojmë në njërin nga versionet që duam të përdorim dhe automatikisht shtohet fusha e tekstit. Për të shkruar brenda fushës, selektoj tekstin dhe shkruaj. Do të flasim, do të trajtojmë temën kalaja e prezës. Zmadhoj tekstin nga menuja Home, zmadhoj tekstin më tepër dhe në këtë mënyrë e zhvendos titullin dhe nga Drawing Tools në tabin e përkohshëm të Shape Fill e mbushim slajdin, backgroundin e slajdit me një nuancë ngjyre të caktuar. I vendosim një background fushës së tekstit. Të marrë informacione në lidhje me kalan e prezës, do të shkojmë në Google, shkruajmë kalaja e prezës. Klikoj Enter dhe në këtë moment motori i kërkimit Google na ofron disa faqe të cilat përmbajnë informacione në lidhje me temën e kërkuar. Klikojmë në faqet për t'i hapur ato, me rrotësën klikoj dhe në këtë mënyrë hap faqet në Google. Shohim informacionet, tekstin dhe imazhet. Për të gjetur disa nga imazhe në lidhje me kalanin e prezës, do të klikojmë tek Images, klikojmë këtu dhe do të përsërisim. Në këtë rast, për të kopjuar një imazh në internet, njëra mënyrë është duke klikuar me të djathtën e mausit sipër imazhit, Copy Image, provojmë. Ka faqe të cilat të ofrojnë mundësinë e kopimit të imazhit dhe ka faqe të cilat nuk të ofrojnë mundësinë. Ky imazh nuk mund të kopjohet direkt me Copy Image, provoj Save Images. Save Images, po shkarkoj imazhin, klikoj tek Save dhe shkarkova në këtë mënyrë imazhin. Kaloj në prezantimi në PowerPoint. Për të shtuar imazhin tek Insert Pictures, klikoj dhe do të shkoj në folderin klasa 6, klikoj në imazhin që dua të shtoj. Me shiftin dhe aleton e shtypur e kap në kontur e imazhin dhe e zmadhoj aq sa dëshiroj për ta zmadhuar. Në këtë moment e zhvendos imazhin. Në momentin që jemi aktiv tek imazhi, kemi aktiv tabin e përkohshëm Picture Tools me disa komanda për të formatuar dhe rregulluar imazhin. Picture Styles janë disa stile të gatshme që i ofron Microsofti për imazhet. Vendosim një strukturë të imazhit dhe në këtë mënyrë te Picture Border i vendosim një border të caktuar imazhit. E zvogëlojmë dhe pak imazhin. Vendosim një imazh ilustrues, kalaja e prezës, titulli i slajdit, marrim tekst ilustrues. Shkojmë në Google, selektoj tekstin që dua të marr copy paste dhe kaloj në slide. Për të shtuar tekstin, nga menuja Home, Text Box, krijoj një fushë teksti për të shkruar tekst. Zgjeroj hapësirën e tekstit me Ctrl+V, bëj paste tekstin. Vazhdojmë dhe marrim akoma tekst tjetër. Selektoj Ctrl+C, kopjoj tekstin dhe me Ctrl+V odha të gjithë tekstin dhe për të ndarë tekstin në dy paragraf, në paragraf të caktuar me Enter, mjafton që jam në fund të fjalisë, me Enter klikoj dhe krijoj dy paragraf në slajde. Zhvendos tekstin në qendër, në mes, ndryshoj llojin e shkrimit, Times New Roman dhe te Drawing Tools formatoj tekstin duke i dhënë Word Art Styles një tekst artistik me efektin teksti zi, efekt drithije. Ctrl+B, tekstin e bëj bold, e zmadhojmë dhe pak më tepër tekstin,
edhe pak, mund të zvogloj. Shto një slide tjetër, tek insert, blank slide, marrim imazhe të tjera për të shtuar në slide, provojmë me copy image, Ctrl+V, e zvoglojmë imazhin në mënyrë që ta zhvendosim në faqen e punës. Provojmë të marrim imazhe të tjera, copy image, Ctrl+V, zvogloj imazhin, edhe këtë e zmadhoj edhe pak më tepër, dhe për të formatuar imazhet që shtua, do t'i vendosim të njëjtën, i selektoj të dyja me Ctrl dhe të Picture Tools, Picture Styles, do t'i vendos të njëjtin stil dizajni. Dhe të Picture Border i vendos një nuancë, ngjyre, i shvendosim në faqen e punës, provojmë të marrim tekst tjetër, selektoj tekstin, me Ctrl+C e kopjoj dhe kaloj në slide. Tek menuja Home, Text Box, krijoj një fushë të tekstit, me Ctrl+V bëj paste tekstin. Marr dhe pak tekst nga pjesa tjetër, me Ctrl+X e bëj cut tekstit dhe e zhvendos. Provojmë të marrim edhe pak tekst, selektoj dhe këto, Ctrl+C dhe Ctrl+V, do ta bëj paste tekstin, duke ndarë në 3 paragraf me enter. Selektojmë të gjithë tekstin dhe të Drawing Tools formatoj tekstin duke i vendos një nuancë ngjyre, me Ctrl+B e bëj bold tekstin, nga menuja Home formatoj i ndryshoj llojin e shkrimit në Times New Roman dhe zmadhoj më tepër tekstin, duke i vendosur në qendër në mes të fushës së tekstit. Për të shtuar një tekst artistik në slide, tek menuja Insert, Word Art, klikoj, marr një nga versionet dhe do ta zhvendos fushën e tekstit në një pozicion. Këtu e zhvendosim pak. Për të shkruar, selektoj dhe shkruaj pamje të mrekullueshme. Duhet të kemi parasysh që teksti të jetë i shkruar saktë nga ana gramatikore, të jetë i redaktuar. Pamje të mrekullueshme, selektoj tekstin dhe e zvoglojmë pak, ndryshoj llojin e shkrimit. Në këtë mënyrë formatuam dhe slide-in. Për të rritur lexueshmërinë e tekstit në fjalit, selektohet teksti dhe nga menuja Home te grupi komandave paragraf, line spacing janë hapësirat e fjalisë nga fjalia. Vendosim 1.5 hapësirën e fjalisë nga fjalia. Kthejmë slide-in e fundit, blank slide, për të shtuar tekst përsëri nga menuja Home, Text Box ose tek menuja Insert, Text Box krijohet hapësira për të shkruar tekst. Do të vendosim për të respektuar autorsinë në përmbajtjet që ne morëm, shkruajmë referencat. Referencat janë të dhënat nga ku ne i kemi marrë informacione. Numri 1. Selektoj autor të shkruar, këtu nuk kemi, atëherë për të respektuar autorsinë e kësaj faqe, ne do të marrim linkun e faqes. Selektoj linkun e faqes, Ctrl+C, e kopjoj dhe me Ctrl+V e bëj paste. Këtu morëm informacion, me Ctrl+C, selektoj dhe kopjoj linkun, Ctrl+V, bëj paste. 2 adresat nga ku morëm të dhënat. Krijoj pak hapësirë tekst e fjalisë nga fjalia, selektoj tekstin referencat dhe i vendos një nuancë ngjyre.
Në këtë mënyrë shtojmë një tekst artistik për të shkruar faleminderit. Klikoj. Text fill i ndryshoj nuancën e ngjyrës. Selektoj tekstin për ta edituar dhe shkruaj faleminderit. Selektoj tekstin dhe i ndryshoj llojin e shkrimit. Smalloj tekstin më tepër dhe zhvendos në faqen e punës. Në këtë mënyrë, paraqitëm, trajtuam temën kalaja e prezës, morëm informacione përmjet internetit, imazhet dhe vendosim referencat ku i morën të dhënat në faqet në internet. Për ta prezantuar këtë prezantim përpara një grupi individësh, do të kalojmë tek menuja Slideshow from beginning, fillojmë prezantimin nga fillimi, sikur po e prezantojmë atë nëpërmjet projektorit from current slide, nga slajdi aktual ku unë ndodhe. Present online është kur prezantojmë nëpërmjet internetit. Klikojmë tek from current slide, nga slajdi i dytë prezantimit, dhe në këtë mënyrë zhvendosemi nga një slajd në tjetrin me butonat e tastierës, me butonat e zhvendosjes. Zhvendosemi, slajdi i parë, i dytë, kalojmë dhe në këtë mënyrë me ESC, escape, kalojmë në pamjen normale siç ishim. Përveç se slideshow, tek shiriti i gjendjes në PowerPoint kemi ikonën slideshow. Ikona slideshow bën të mundur prezantimin e projektit me anë të projektorit. Është po njëjta komandë si tek menuja slideshow. Klikoj këtu, slideshow, dhe më shfaqet pamja full screen e prezantimit të projektit. Në këtë mënyrë bëhet prezantimi i projektit në PowerPoint me anë të projektorit. Ju faleminderit.